U gëzova shumë pasi është një privilegj të luash me këtë ekip që është kualifikuar në Europian dhe jam shumë i lumtur për ftesën. Mendoj se prisja këtë ftesë pas paraqitjeve që kam bërë me ekipin e Teutës dhe do jap maksimumin. Për mua do të thotë shumë pasi për çdo lojtar maja që të arrijë është të arrijë kombëtaren dhe jam shumë i lumtur. Mendoj se jam ambientuar shumë shpejt, se grupi është shumë i mirë, shumë cilësor dhe më kanë mbajtur shumë afër. Është shumë e rëndësishme pasi është një ndeshje kundër Uzbekistanit dhe do ta marrim si të jetë një ndeshje europiane dhe jo një miqësore. U gëzova shumë, është një nder për mua që të jem këtu dhe do jap maksimumin. Besoj se kam bërë një paraqitje shumë mirë aty te Laçi dhe erdhi edhe ftesa te kombëtarja. Është një kënaqësi e madhe që të jem pjesë e ujit të Nishit dhe ndihem i vlerësuar që jam këtu. Do jap maksimumin. Me grupin jam përshtatur shumë shpejt pasi çunat janë shumë çuna të mirë dhe çdo vit e kemi kaluar shumë mirë. Është dita e tretë që bëjmë. Besoj se do shkojmë mirë. Ndeshja me Uzbekistanin e shohim si një ndeshje për Europian.